Bedri Hamza është një figurë e njohur politike dhe administrative nga Kosova. Ai ka lindur me 8 nëntor 1963 në Klinjë të Epërme dhe ka përfunduar Fakultetin e Ekonomisë në Universitetin e Prishtinës në vitin 1987. Më vonë mori titull magjistër i ekonomisë dhe ka qenë kandidat për doktoraturë në Universitetin e Tiranës. Fillimet e tij profesionale janë në industrinë e mineraleve. Ai ka punuar si shef i kontabilitetit dhe financave në Trepçe nga 1987 deri në 1990. Më pas, gjatë viteve 90 ka punuar në sektorin privat, ndërsa pas luftës ka qenë drejtori i drejtorisë së shërbimeve publike në Kuvendin Komunal të Mitrovicës. Në karrierën politike, Bedri Hamza ka mbajtur postë të kyçe, është shërbyer si zëvendësministër për ekonominë dhe financat 2008-2011, ministër i financave 2011-2013 dhe më vonë 2017-2019, dhe ka qenë guvernator i Bankës Qendrore të Kosovës 2013 deri në 2017. Në vitin 2021, ai fitoi mandatin si kryetar i komunës së Mitrovicës së Jugut. Anasjellas, ai ka qenë deputet në Kuvendin e Kosovës dhe ka kryesuar Komisionin për mbikëqyrjen e financave publike. Gjithashtu është lektor në Universitetin AAB në Prishtinë, ku ligjeron fushatën e makroekonomisë dhe menaxhimin bankar. Bedri Hamza u zë kryetari i ri i Partisë Demokratike të Kosovës. Gjatë konventës së mbajtur të kësaj partie me 17 nëntor, Hamza u zgjodh përmes votimit të hapur dhe për të nuk kishte vota kundër. Ai nuk kishte kundër kandidat dhe zgjedhja e tij u bë pasi Memri Krasniqi ditë më parë dha ndërheqjen nga kreu i partisë, me dhatë një përgjegjësi të madhe, një nder të jashtëzakonshëm, një detyrë që e pranoi me nder dhe për kushtim të plotë, tha Hamza në fjalën e tij pas zgjedhjes. Ai tha se Kosova ka nevojë për një PDK të bashkuar me vizjon të qartë, duke premtuar se do të hapim partinë tonë për secilin qytetar që dëshiron të kontribuojë. Do të forcojmë strukturat tona lokale dhe qendrore. Ne do të ecim përpara me përgjegjësi dhe matyri dhe zotime që do t'i mbajmë deri në fund, tha ai. Ndërkaq në fjalën e tij të nisjes së konventës partiake, ai tha se PDK-ja ka mbijetuar çdo goditje për shkak se është ndërtuar mbi sakrifica kombëtare dhe jo mbi interesa personale, sepse PDK ka lindur në përballje, në qendresë, në sakrificë, sepse në ADN-n e saj ka gjurmët e lirisë, ka idealin e rezistencës dhe ka frymën e UÇK-s, u shpreh ai.